mirë po të flasim pak më shumë edhe për situatën e shqiptarëve brenda Maqedonisë së Veriut. Ku I shohim ata ndoshta në vitin 2030? Do ketë lëvizje, do ketë oscilime, le të themi? Unë jam I bindur që po, do të ketë lëvizje, do të ketë ristrukturim të skenës dhe elitës politike e institucionale të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Normalisht që para se me dalte ajo, më duhet me konstatu që unë jam I shqetësu me mungesën e një platforme të qartë të interesit shqiptar brenda si qytetar të Maqedonisë së Veriut dhe besoj që është e domosdoshme që të vendosen pika të platformës së përbashkët për të arritur qëllimin e përbashkët, I cili pasaj nuk është fare me rëndësi se cila, po them kështu, cila mahall politike punon apo e realizon ato. Unë besoj që dhe në këto vite, sidomos prej përfundimit të luftës këtu, shqiptarët kanë arrit ato që nuk kanë besuar që mund t'i arrisin, por që nuk janë të mjaftueshme për ta pas rolin që I takon dhe për të pas demokratizim të shoqërisë. Unë e shoh këtë pjesë si të domosdoshme, si pjesë e demokratizimit të tërë Maqedonisë së Veriut për popullatës këtu, që mbi një time në shtet dy kombësh është I domosdoshëm për ta funksionizuar shtetin e Maqedonisë me rolin e gjithë secilit në interes kombëtar, ta themi nacional të shtetit, por fatkeqësisht me këtë lloj të ndërveprimit politik që unë e shoh që ekziston këtu tek shqiptarët, është e pamundur që të lëvizet shumë më shpejt apo shumë më përpara. Besoj që do duhet që në gjendet forca e përbashkët për të tejkalu interesin e ngushtë, për të tejkalu hatërmbetjet e ngushta dhe si e tillë të kalohet në një gjenerat të re politike, në një gjenerat të re të elitës politike institucionale, e cila është jo vetëm pro-perëndimore, por është e aftë dhe e përgatitur për ta çu përpara edhe interesin e shqiptarëve edhe interesin e Maqedonisë së tërësisë.